Vetëm frika nga Zoti është obsesioni më i bukur për njeriu. Kurse frikrat e tjera pastaj, me masë edhe me arsye, janë gjithmonë të arsyeshme dhe të nevojshme. Por problemi për cilën jemi këtu është se shumë frikra janë të tepruara, janë jo në masën e duhur, jo të arsyeshme, janë të paarsyeshme, dhe në vend që ta ndihmojnë njeriu i krijojnë atij shumë probleme. Për shembull, unë po ju them që një pjesë e madhe e klientëve që vinë nga Shqipëria, tek unë në Tiranë, edhe nga Kosova, edhe nga Malizia, edhe nga vise të tjera, realisht nuk janë të sëmurë, por ndihen të sëmurë, kanë bërë të gjitha analizat, vizitat dhe të gjitha ju dalin të shkëlqyera, dhe çuditërisht ata janë të sëmurë. Pse? Sepse ata janë të trembur, ata janë të friksuar nga sëmundjet. Pra, le të themi këtu që një ndër frikrat më të shpeshta është frika nga sëmundjet. Edhe kjo ndodh kur njeriu vërtet është i trembur nga sëmundjet dhe shkak për këtë, po themi është bërë shejtani, i cili pra i ka krijuar dyshim atij. Kjo mund të ndodh fare thjesht nga reagimet të trupit normale, për shembull që therrje, mpirje, rrahje të shpejta të zemrës, mos mbushje me frymë, etj, të cilat organizmi pra i ka të zakonshme këto. Ashtu siç do të ndodhte nëse do të ishim në polin e veriut dhe temperatura minus 60 ca gradë, trupi jon 36 gradë e gjys, sa herë matim temperaturën një lloj, 100 gradë ndryshimi, por këtë ndryshim ose më saktë, jetën atje na e ruan nga ngrirja, reagimi i organizmit, dridhjet. Gjithë organizmi është në alarm, në veprim, lëkura vishet me nxehtë, stomaku na djeg se do ushqim, domethënë ky reagim bën që të mos ngrim. Mirë, po këtu njeriu nuk trembet se thotë e kam nga të ftoftit. Kurse nga të gjitha rastet e tjera, si rezultat i vërshimit të adrenalinës dhe noradrenalinës në trupin e njeriu trembet. Duke i ndodhur disa herë kjo gjë, ai tani këto reagime fizike të zakonshme dhe normale i shoqëron me pyetje të shumta. Edhe duke mos ditë shpjegimin, truri shpik shpikje. Dhe shpikjet janë që më duket se po mpushon zemra, më duket sigur po mbytem, më duket sigur po humb lidhjet me realitetin dhe po çmendem, më duket sigur po vdes, më duket sigur do bëj ndonjë hata, do sulmoj, më duket sigur po mbjet fiket etj. Tani, njeriu në këto raste, duke mos ditur shpjegimin e saktë, trembet. Duke u trembur, alarmi është më i madh, adrenalina vërshon më shumë, noradrenalina. Adrenalina në fakt është hormoni i vënies në lëvizje për të përballuar një rrezik. Po kur flasim për një rrezik real, noradrenalina është hormoni i zemrimit i inatit. Këto neve na duhen, se pa këto ne s'do përballonim një rrezik, për shembull një sulm ose një. Mirë, po në këtë raste, ato prodhohen si rezultati një mendimi të keq, të frikshëm. Dhe njeriu futet në rreth vicioz. Dhe mu me vinë njerëz të cilët kanë përballuar luftën në Kosovë dhe nuk janë trembur edhe kanë qenë edhe janë vërtet trima, kur vje puna, këtu janë të trembur, ndihen të sëmur dhe besojnë lloj çuditërash deri dhe të magjit. Madje një besimtar shumë i mirë i thash, je besimtar? Jam. Po pse je kaq shumë i trembur nga magjit? Sepse pa e lejuar Zoti ma tha se edhe një gjete nuk bie nga pema dhe asnjë magji nuk mund të ngjit. Edhe, mirë, po njeriu kur është i trembur, edhe me fe thuhet që njeriu e humbet arsyen. Dhe diku në një libër kam lexuar si është e mundur që tek njerëzit më të mençur, më të zgjuar, edhe shejtani vepron më shumë. Por shejtani di një sekret, se njeriu i mençur dhe i arsyeshëm, kur është i trembur, i shqetësuar, e humbet arsyen dhe nuk e gje atë që i duhet.